Për pjesën e muzikës e kam babin, që në qofë se nuk i pëlqen një projekt, diçka i adin ma theta shiqore, kështu që s'po makno gjveshin, s'po më pëlqen edhe, po edhe e mirë më konë, në qofë se është e mirë, a di thëtë që është e mirë. Mirë, më trego pak Arvënor, a ke ndonjë person jetën tënde që është shumë objektiv me ty, shumë direkt me ty, kur nuk i pëlqen diçka, ta thot drejt në sy. Është shumë kritik ndaj teje, por edhe kur është diçka e bukur që me të vërtetë i duket atij ose asaj, prapë se prapë ta thot. Pra është shumë i sinqert në atë që thot. Po, zakonisht, sidomos për pjesën e muzikës e kam babin, që në qofë se nuk i pëlqen një projekt, diçka i adin ma theta shiqore, kështu që s'po makno gjveshin, s'po më pëlqen edhe, po edhe e mirë më konë, në qofë se është e mirë, a di thëtë që është e mirë, marë kritika për tina shumë. Po, kjo është maj mirë, ndërsa se e din që e ki person të zemrës, ta thot me shumë sinceritet mirë që me u për mirësun të ardhme? Po, normal është, normal se e prindi për evlat kërës së menon. A ko ndonjë person që ta ka thëmë po të njëjtë, ndërsa sigur baboj, po ja ke marë me një kuptim ndryshe? Po, ka edhe për shoqnis që marë, po, ma shumë, do më thonë, ngoj babin. Sigurisht, me që e ki shumë Po person i ngoj edhe tjertë marrë mendime për kreve, po edhe në fund e lo të si vendos prindi. U bën vite që po mirësh me muzikë? Po, u bën vite. Unë 5-16 vjetë. 5-16 vjetë. Sa vjetë ke fillu me muzikën? Unë me muzikë e kam fillu dikon për klasës 6-7. Kështu muzikën e kam dash që është për i vogël, e kam knue, po i kom ro tarabukit, defit, po për me marë, ati kështu me seriositet për vjen, të më thot për klasës 7-8, 6-7-8 që ato dikon. E instrumentet, që ka ndodhi pasaj me... E unë instrumentet, ju bjellës, do pianos, edhe instrumentet tjera që ka dimi ora ose i du shumë, po edhe këndimin se kom lënë nash. Sa i përket muzikës edhe teksteve realisht, merresh vetë ekskluzivisht apo i ke edhe bashkëpunëtorët? I kem edhe bashkëpunëtorët, po njeri ka njerë edhe që shpenin vetin, për shembull në do raste e nin vetin pak që mundet me bo diçka dhe e provon, e teston, del diçka e mirë edhe pse mos me provu. Shumë mirë. Mirë që e ki lënë kështu sikur hapësirë për me pas, ndërsa më të lirë vetë vetën me u shpreh ma lirë që ma për jo. Po nëpërmjet këngës, po shprehu ma lirë shumë që. Më mirë kur shkruan vetë, kur i bëm vetë, apo kur i ke bashkëpunëtor të afër? Cilat janë momentet ku ndihesh ma mirë? Unë menoj që në dy anët është mirë, po ma e mirë atë mirës është kur të shkru njeri vetë. Se vesh një tekst shkrus, po thëmë së në tekst shkrus nuk jam, vesh një tekst shkrus se kupton atë botën e për shembull një këngës dashuris, kur të shkru nëse një këngës ritmike, ose një këngë dars ma diçka, ja jep atë ndjesien që e ka vetë, atë feeling që e ka në shpirtin ja jep këngës.